Zhbisedoj me zotin Milazim Gashi. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi. Ne sot e nisim pak me Serbinë, sepse ka disa element që si shduket dominojnë atje në përgjigjen që japin politikanëve, pra qytetarët. Çfarë ka ndodhur? Po ashtu si që është para pa dhe kemi diskutuar posaçërisht me ju në studio, Serbia tani do të kalon në procesin zgjedhor sa i përket këtij elementi për shkak se Vučić që ka pas të pamundur të mbizotroj politikisht si lider absolut në Serbi, për shkak se masa në Serbi ka shku në një masë shumë radikale që protesta kishte me kalu ta quaj po e ngjashme si ajo në kohën kur udhëzua dhe ish diktatori dhe qeveria Slobodan Miloševićit. Andaj Vučić duke pa këtë element, këtë dinamik të pandalshme, niveli i protestës dhe organizatorët e protestet arritën qëllimin që përfundimisht Vučić të dorëzohet para qytetarëve të Serbisë. Po si element, ne si që shohim politikën në Serbi, zoti Vučić ne parashojmë që fare nuk do të kandidon për asnjë pozicion shtetëror për shkak se niveli i organizatorëve të protestuesve, ashtu siç unë kam një kontakt, ta kam thënë aty në studio, ata në çfarë varianti do ta eliminojnë politikisht zotin Vučić për shkak se ai ju ka sjell dome të jashtëzakonshme qeverisë dhe qytetarëve në Serbi. Ka gjasa atje që të imponohen protestuesve këtyre mekanizmave që ndoshta po përdor Aleksandar Vučić për të qenë aktor i rëndësishëm në politikën atje, por gjithashtu edhe në rajon? Jo, realisht zoti Vučić ka u betejën në Serbi dhe niveli i protestuesve dhe organizatorët e protestit të cilën me një fuqi të madhe dhe të jashtëzakonshme detyruan që ai në mënyrë publike deklarohet që do t'i jap dorëheqje. Andaj Vučić nuk është garancion ose njeri i pigmentuar që ja zgjidh problemet në Serbi, nuk është garancion që ai jep ndonjë zgjidhje të përshtatshme sa i përket kërkesave të protestuesve. Andaj Vučić, sipas analizës që ne vëmë në Serbi dhe në fushën e sigurisë, shihet që është një prej liderëve tani skaduar sa i përket komunitetit serb në Serbi. Ndërkohë, kush i organizon protestat atje? Ne kemi prekur edhe më herët në fakt, por meqense protestat gjithmonë kanë akuza për prapavi dhe shihen me lupë, se këtu kështu është përfshirë edhe Shqipëria, po para se ndalemi tek Shqipëria, analizojmë pak Serbinë se si për ironit fatit nisi atje. Në të njëjtin model kemi edhe këtu, nuk e di se sa do të ecin paralel me element të përbashkët, sepse është e paqartë, por deri tani gjejmë disa krahasime, por nga mënyra se si janë zhvilluar protestat. Pra kush organizon? Po, siç e dimë ne, niveli organizativ, informata që unë posedoj ka pas një hunë edhe një mbështetje ta quajtë eficiencisë së mirë në aspekt në Serbinë, duke mos përjashtuar edhe aktorët edhe nga Kosova, po njëkohësisht edhe nga aleatët e protestuesve. Andaj shihet shumë qartë që Serbia do të kandidon teniserin Djokovic, sepse ka qenë një prej financuesve më të fuqishëm për të arzuar qeverinë dhe leadershipin e zotit Vučić, ku dihet shumë qartë që ai u penalizua që si sportist historik në thojza i Serbisë, ajo është me prejardhje nga Kosova, e detyruan që ai mos të futet fare në Serbi dhe u kriju një farë revolucioni i madh, që domethënë me një farë forme të jepet një atak dhe një sulm diplomatik që Vučić të largohet nga pushteti. Andaj mekanizmat e sigurisë që Vučić ka në përbërje, ne do e shohim me një analizë akoma më të madhe, për shkak se do e shohim a do të barikadohet akoma që Serbinë ta fut në kriza speciale, sepse në rast se Vučić kandidon në çfarë do pozicioni, andaj Serbia do të kalon me një kaos të jashtëzakonshëm nga populli vet. Andaj ne shohim që
Vučić për të arrujt një farë lloj kredibiliteti ta quaj në thojza politik, nuk do të kandidon fare për asnjë pozicion shtetëror sa i përket në kuadrat e institucioneve në Serbi, sepse ai e din shumë mirë që masa e pret me padurim që ai të largohet nga gjitha pozicionet për shkak se është i akumuluar dhe i skaduar si lider politik. Ka patur tentativa atje për ta shtypur protestën me institucionet që veprojnë dhe me tiparet e liderit atje? Ka akuzat të tilla? Serbia ka dikun rreth 2.000 paramilitar për shkak të luftrave të prodhuar nga ish diktatori Milošević. Vučić e din shumë mirë që gjitha ato grupet kanë qenë të kontraktuar një pjesë nga këshilli organizativ i protestës. Vučić arriti që të futet në pazare publike dhe ata të tërheqin nga niveli protestuesve për shkak se Serbia po qëndronte një pjesë e tyre nga opozita kishte me qenë një luftë civile në Serbi, andaj Vučić arriti që ta parandalon këtë element dhe këtë grupin e paramilitarëve ta kthejnë në oborrin e qeverisë dhe e mbrojtën presidentin e Serbisë, po masa dhe ekuacioni i qytetarëve dhe shtresa intelektualëve është në nivel tjetër tani në Serbi, ku ata dojnë një Serbi më demokratike dhe një Serbi që ka raporte të fshinësisë së mirë me gjitha shtetet që rrethojnë Serbinë. Andaj Vučić në çfarëdo varianti edhe nivelin diplomatik e ka të humbur betejën me masën e protestuesve dhe popullin e vet. Andaj ne në zhargonin ton analitik e shohim që Vučić për ta shpëtuar Serbinë dhe lidershipin e vet edhe familjar, ai fare nuk do të ishte mirë që të kandidohet për asnjë pozicion shtetëror. Andaj të jepet një rotacioni të madh të rinisë dhe një lidershipi të ri politik në Serbi, siç dihet ne edhe Ivica Dačić gjendet me një situatë kaotike si ish trashëgimtari Miloševićit. Andaj Vučić për të ikur këtij elementi është mirë që të reformohet dhe të pensionohet në aspektin e përhershëm politik dhe Serbinë ta lënë të ecë në kanale diplomatike dhe për integrimin e saj. Kush është shqetësimi më i madh? Pse janë njerëzit kundër Vučić atje? Ndërkohë që ne sigurisht të flasim për një lider i cili ka rolin e tij me këshilltar të jashtëzakonshëm sa i përket çështjeve diplomatike, me një buxhet për sa i përket mbrojtjes, ushtrisë, investimeve, që mund të ketë marrë si pasojë partnerëve me cilat ata kanë bërë për aleanca dhe kanë luajtur dhe me kartën e të bërit diplomaci. Atëherë, çfarë i shqetëson? Pse janë kundër ti? Po, klasa e intelektualëve në Serbi, Vučić arriti që betejën për Kosovën ta shiste si adut pozitiv për sa i përket kthimit të Kosovës në Serbi. Kjo pa shumë qartë që një gjë e tillë është e pamundur të ndodhë për shkak se Kosova është shtet i pavarur dhe ka mbrojtje nga aleatët strategjik siç është NATO dhe miqësia mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj investimet që Vučić i proklamonte që po bën në Kosovë janë me qindra miliona euro të vjedhura nga buxheti i taksapaguesve në Serbi dhe të gjitha ato mjetet i ka atakuar me grupacione kriminale të Kosovës, serb të Kosovës, dhe njëkohësisht komuniteti serb është i shqetësuar shumë për shkak se Serbia po shkon drejt një izolimi edhe të nivel të Bashkimit Evropian dhe me një farë forme ata Vučićin nuk e pranojnë mua me thika mbas shpine për shkak të çështjes së Kosovës, sepse Kosova është temë e mbyllur jo vetëm tani por që nga shërimi i saj. Andaj Vučić gjitha proklamimet me grupe kriminale që i ka pas, që i murë nga Kosova dhe i alokoi në Serbi, kjo i kushtoi zotit Vučić për shkak se Vučić ka obligime penale juridike edhe nga Bashkia Ndërkombëtare që të dorëzoj gjithë kriminalet që kërkohen nga Kosova për t'i burgosur për rastin Banjska. Andaj Vučić gjendet me një handicap ta quaj personal dhe grupor. Andaj duke pa këtë element, komuniteti vet ka shpërthyer dhe nuk e lejon një lider të bie në gracka të mes grupeve kriminale dhe një leadership i Serbisë të udhëheqet prapë nga grupet kriminale, sepse Serbia
ka pagu fakturën ta quaj më të fuqishme në Ballkan sa i përket grupeve kriminale dhe vrasjeve të civilëve në disa shtetet e Ballkanit Perëndimor. Andaj fuqish është në shumë pika i thumbuar për shkak se nuk ka arrit leadershipin dhe politikën e Serbisë ta kthejnë në akt perëndimor, po ka deshje nivelin e Rusisë ta mbajë si taktizim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj tërheqja dhe investimeve e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Beogradi, domethënë faktikisht kjo e ka penalizuar në jashtë masë për shkak se Serbia gjendet me një thamë dhe ma herët ka mbi 2-3 mijë paramilitarë të cilët janë në gjendje të vrasin njerëz me pagesë brenda territorit të Serbisë dhe jashtë Serbisë. Andaj atje kemi një volum tjetër të ndikimit të grupeve kriminale, duke krahasuar Shqipërinë me Serbinë, që jemi shumë larg sa i përket këtij elementi. Tani, një gjë që ka ndodhur dje, ka përoritur Kosova e Serbi gjatë ceremonisë Vidovdanit, pranë Prishtinës, disa persona janë shoqëruar në polici, shija lajme dje që kishte një lloj alarmi për atë se çfarë këto data historike që janë edhe festa fetare për hir të vërtetës mundet që të shkaktojnë. Alarmi u duk në orët e parë të mëngjesit pak më i lartë, por siç duket nuk jemi në kushte, është mbajtur pra situata deri diku në kontroll. Çfarë ka ndodhur? Ja, shiko, institucionet relevante të sigurisë së Kosovës tani vetëm i kanë në hartografin ta quajt e shtrirjes së komunitetit serb në Kosovë, e kanë një hartografi të grupeve kriminale në Kosovë, e kanë një hartografi të grupeve që mund të involvohen nga Serbia në Kosovë, për shkak se po ndodhin arrestime të vazhdueshme ndaj individën nga Serbia të cilët kanë bërë krime në Kosovë, andaj Kosova ka një fotografi shumë të qartë sa i përket këtij elementi. Andaj grupacionet të cilat vinë për festa në Kosovë, një pjesë e tyre është e dehur dhe me një farë forme Kosova jap mundësi të përrasin çfarë do varianti, po për të eskaluar ndonjë situatë është e pamundur në Kosovë të ndodhë për shkak se tash më herët Kosova e mbizotron dhe fotografon krejt situatën e komunitetit serb që dhe ashtu kanë mbetë në pak dikun rreth 20-30 mijë serb në Kosovë dhe e kemi shumë alet që vije deri elementi i ndonjë grupi të caktuar i cili e ka të pamundur më në Kosovë që bën ndonjë akt ose të futet ndonjë element. Kosova dhe policia e Kosovës kanë verdiktin e vet dhe janë të shumë të kujdesshëm sa i përket protestat që organizohen pikërisht nga serbët. Kjo nuk është protesta e parë dhe festa e parë që ata e kthejnë në protest. Realisht komuniteti serb logjikisht do të jetë vetëm një ceremoni apo jo? Po realisht është një ceremoni, po ka grupe të frustruar të cilët janë të dehur që vinë edhe në festë të dehur, andaj policia e Kosovës me një kujdes më të veçantë dhe më të shtuar mban situatën në kontroll dhe nuk jep ta quaj një lancim që të futet në ndonjë konflikt mes ta quaj protestuesve dhe policisë së Kosovës. Andaj policia e Kosovës e ka tash një rengel se deri ku mund shkon niveli i këtyre njerëzve realisht. Edhe nuk është larg, është pak kilometra, 10 ose 12 kilometra larg Prishtinës, por siç duket datat historike mund të bëhen shkak përderisa pam gjithë ato masa edhe për ndonjë situatë pakëndshme atje. Komuniteti serb ortodoks në Kosovë ka monumentet e veta këtu në Kosovë dhe ne vëzhgojmë me vëmendje të lartë se sa luten në ato kisha që ka. Beso që në një ditë të veçantë brenda javës që ata organizohen me një kishë, organizohen nga krejt Kosova për ta mbushur një kishë për të lutur dhe të shihen që janë diçka pak më shumë. Kupton që tani ka humbur interesimi i madh që komuniteti serb mund të barikadohet në emër të kishës ose të fesë ose të elementit të caktuar, sepse kisha ortodokse dhe udhëheqësia e kishës ortodokse Irineka, si një kryepërshkop para këtij tjetër, i cili ka rehabilituar elementin e kishës, edhe cili e ka largu kishën nga politika. Andaj është një përparësi e madhe edhe institucionet Kosovës, për njëkohësisht edhe të Serbisë, kisha mos përzihet fare në sferën e grupeve politike, sepse siç e dimë ne më herët, në Kosovë kisha ka organizuar edhe vrasjen në Kosovë, po edhe protesta të jashtëzakonshme
posaçërisht në veri me grupe kriminale, siç ka qenë Oliveri Ivanović dhe rojet e urës në veri të Mitrovicës. Andaj kisha tani është e ndarë sa i përket elementit politik dhe çfarë do grupi tjetër që tenton me përdor kishën ortodokse për një element destabilizues për Kosovë. Tani, rikthehemi pak tek protesta këtu në Shqipëri. Më datë 4 pritet që shqiptarët që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit të rikthehen në një protestë tjetër të madhe. Ndërkohë, në protestën që lan pas, pati akuza publike se peshën kryesore e pati Kosova. Vetëvendosja u etiketua, por që më pas ajo vetë u distancua, duke thënë që nuk është ajo organizatore ose pjesë e këtyre protestave. Debati tani është i përqendruar nëse duhet ose jo shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, t'i bashkohen hallave të shqiptarëve këtu që protestojnë prej rreth një muaj ndaj kryeministrit Edi Rama apo edhe liderit të Partisë Demokratike Sali Berisha, sepse ata nuk kursejnë kastën politike të këtyre viteve me parullat e tyre. Si ke parë pra këtë moment? Është Albin Kurti një dorë që është kundër Edi Ramës sot që ne flasim dhe që ndihmon deri diku protestën e qytetarëve? Shikoj, do ta bëjmë një krahasim të lejuar ta quaj politikisht për lëvizjet politike në Shqipëri dhe në Kosovë. Ne siç e dimë, Partia Demokratike aleat strategjik dhe politike ka pas lidhjen demokratike të Kosovës, ku realisht grupet politike kanë ardhur dhe kanë lobuar që Partia Demokratike të jetë fitues në Shqipëri. Njëkohësisht Partia Socialiste ka pas aleat Partinë Demokratike të Zotit Thaçi në Kosovë si aleat strategjik ta quaj për të lidh raportet politike. Andaj i vetmi element që mu nuk mja pas një kuptim është lëvizja vetëvendosje që me grupet që ka në Shqipëri. Ai grupi Shqipërisë ka sjell jo vetëm në Shqipëri probleme, po ai ka sjell probleme edhe në politikën në Kosovë, ku zoti Kurti një pjesë të tyre e ka edhe si këshilltar special të disa fushave politike që ata e këshillojnë zotin Kurti në Kosovë. Dhe njëkohësisht unë isha edhe mbrëm në protestë dhe isha disa ditë më herët në protestë dhe takova ca të rinj në protestë dhe i bëra një pyetje nga cili qytet vjen, thanë vim nga Prizreni, po kush u ka alokuar tha lëvizja vetëvendosje. Domethënë me një farë forme ka dorë lëvizja vetëvendosje me një sekond. Pra, po më thua që e ke vërtetuar vetë nëpërmjet daljes në terren si protestues? Direkt në protestë me ca çuna tri aty dhe pyetja ime ka qenë nga cili qytet vin, nga Prizreni dhe realisht janë të organizuar nga grupacioni i Tiranës të vetëvendosjes në Kosovë. Domethënë me një farë forme Albin Kurti e ka të qartë sepse me një farë forme po lu një kartë politike që të ketë një shtrije politike në Shqipëri, po protesta që po mbahet në Tiranë me një farë forme ka marrë një epilog ta quaj të lokalizuar lokal dhe gradualisht po vjen të USB imazhin për shkak se nuk kemi një protestë rigoroze, nuk kemi një protestë që bie një përfundim ta quaj final për qeverinë shqiptare, andaj në asnjë variant nuk e shoh që Edi Rama në këtë fazë kritike ku gjendet problemi gjeostrategjik që të jap dorëheqje për interesa grupore ose ndonjë grupi klanor që ka ambicie politike dhe të kërkojnë që zoti Rama të jap dorëheqje. Andaj është një gabim i madh në rast që Shqipëria ka lënë në këtë fazë. Duke krahasuar protestën e Beogradit dhe të Shqipërisë nivelin, kjo nuk ka lidhje fare në pjesën organizative ta kom thonë aty në studi që unë njoh një prej organizatorëve që udhëheq protestën në Beograd. Protesta në Beograd realisht ka një që ta mbrojë Serbinë që mos të soptohet për shkak të problemit mes Ukrainës dhe Rusisë dhe problemet me Ballkanin Perëndimor. Andaj protesta ka rehabilituar Serbinë politikisht dhe Serbia do të kalon me një proces të ri të nivelit politik në Serbi. Andaj procesin e Shqipëri dallon shumë sa i përket me ato të Beogradit dhe fare nuk ka lidhje grupacionet të Serbisë, të cilët sepse unë e di shumë saktë në Serbi ta quaj diku rreth 30% se kush qëndron mbrapa protestës dhe kush udhëheq protestën në Beograd. Andaj, duke pa këto nga afër,
fare nuk ka lidhje pjesa organizative me protestën në Shqipëri, për shkak se protesta në Shqipëri ka marrë një epilog krejt tjetër. Andaj protesta në Shqipëri mund t'i kthehet si fakturim pozitiv zotit Rama, për shkak se shumë situatët e ndërtuar në Shqipëri, ta quajtë korruptive, mund të balansohen përkohësisht deri në zgjedhjet lokale se Shqipëria ka në vitin e ardhshëm. Andaj ne shohim që e zoti Rama për të mbajtur zgjedhje mund të shkon në vitin e ardhshëm në zgjedhje edhe lokale, po njëkohësisht i shpallë edhe zgjedhje qendrore dhe t'i jap hapësirë edhe leadershipit të ri që ai që do të futet politik të mbahet politikisht. Pse është i interesuar Albin Kurti për të qenë pjesë e politikës këtu? E kemi parë me ambicjet për të konkuruar në fakt dhe në zgjedhje në Shqipëri, ndërkohë kemi parë një marrëdhënie të ngrirë dhe jo fort dashamirëse me vetë zotin Rama, ndërsa sot ju thoni që ka patur pra herë pas here ambicje për të qenë pra faktor deri diku. Ndërkohë, parë në këndvështrim ose parë ftohtë, ka mjaft punë për të zgjidhur në Kosovë për të rehabilituar në qarqet ndërkombëtare, vendi atje pra është në ngërç në mos gjetjen e konsensit për çështjet e presidentit, zgjedhje të njëpasnjëshme në përpjekjet për të hequr sanksionet, ekonomia atje, ndërkohë parë thjesht të ftohtë duke deri diku pa sens për patur interesa deri në Shqipëri. Shiko, kemi një element që duhet të ndajmë me publikun dhe me ju. Albin Kurti është për të ikë problemeve specifike në Kosovë, që ka si subjekt politik brenda vetë vendosjes, është një zhurmues politik dhe problemin e vetë politik dënë me hapë njëkohësisht në Shqipëri dhe për ta ilustruar ala montimin e vetë zhurmues dhe propagandus ndaj votuesve vetë që me të vërtetë unë jam shpëtimtari edhe i Shqipërisë, jo vetëm i Kosovës. Andaj kjo gjë ka përfunduar kur të njëjtën politik ku zoti Rama, për një krizë që e kishte shumë të fuqishme, u fut me një kontraktim të madh në arenën ndërkombëtare dhe futi si pazar Kosovën për ta zgjidhur problemin e Kosovës. Kjo është e njëjta gjë që Kurti po bën në aspekt me zotin Rama. Më thonë, kjo është një farë lloj revanshi, ta quaj zhurmues politik, që kjo po lexohet në kandin analitik shumë mirë dhe kjo nuk i sjell dobi Kosovës dhe raportet Kosovë-Shqipëri. Andaj edhe leadershipi i Shqipërisë, njëkohësisht i Kosovës, nuk bën fare të përzihet në instanca shtetërore të asnjë shteti, po duhet të jetë i fuqishëm që Kosova dhe Shqipëria të ketë zhvillime ekonomike, strategjike që të parandalojmë prodhimin që Serbia ka një fuqi të jashtëzakonshme që ta mbulojë Ballkanin perëndimor me prodhime dhe tjetë më forta në aspektin për zhvillim ekonomik. Këtu duhet tjetë përqendrimi i politikës së Kosovës dhe njëkohësisht të Shqipërisë. Andaj këtu fërkime që ndodhin publike, këtu shkojnë vetëm si zhurmues politik dhe asgjë më shumë. Faktikisht, zoti Kurti e ka të pamundur që në këtë fazë që u mbajtë zgjedhjet ku shihet shumë qartë ka 4-5 subjekte në koalicion dhe ky është rezultati i tij përfundimtar ku mund të alokohet realisht, me një farë forme nuk është fitues i zgjedhjeve, po tani është i obliguar që të futet me një parti, me një koalicion dhe nuk lejohet më që të ketë eksperimente politike dhe të krijojë trazira në Kosovë, sepse në rast se Kurti barikadohet në elemente taktike, atëherë zoti Kurti në Kosovë nuk ka nevojë 30 ditë protesta në Kosovë, si në Shqipëri, po diku rreth 48 ore mund të shkon të shtëpia realisht, sepse për niveli i protestës në Kosovë, kur populli qohet në Kosovë, atje ka thyrje klasike të leadershipeve politike. Po, jo domosdoshmërisht mund të jetë drejt këtij fati, apo ke informacione se mund të shkojë atje në një skenar të kësaj natyre? Po nëse ai ka nda këtë fat, ky fat do e gjen realisht, sepse ai din shumë mirë që kush qëndron brapa strukturat që mbrojnë Kosovën në interese strategjike, ai din shumë mirë që nuk mundet ta shet këta që unë jem për bashkimin kombëtar dhe të shkoj ta fus një shtet, siç është Shqipëria me një trazir, ose të financoj grupe të caktuara. Zoti Rama duhet me shërbimin informativ dhe me këtë njerëz që kanë në strukturë ta argumentoj elementin e lëvizjes vetë vendosin në aspektin financiar. Ai e din shumë mirë se si vihet në pushtet, se pa mjete financiare nuk organizohet ajo protestë.
ajo protest kushton me qindra mijë euro që po organizohet në Tiranë. Ai e din shumë mirë nga vijnë ato mjete financiare. Ai duhet me dalë me këtë element që të deklarohet si kryeministër nga kush financojnë grupet e protestuesve në aspektin financiar, sepse është një pjesë financiare shumë e madhe që ka ajo protestë në Tiranë, se ne kemi kaluar në për protesta dhe dim çka do thotë të organizosh një protestë të nivelit siç po bëhet tani në Tiranë. Andaj zoti Rama duhet të jap goditje ose ta them troç, do të lexohet nga unë personalisht që ai ka organizuar këtë protestë. Në rast se nuk del të jap goditje në aspektin financiar që nga financohet kjo protestë, ne kalkulim kemi me pasi zoti Rama që ndron brapa protestës. Tani, na gjetin nga shërbimi informativ dhe strukturat e sigurisë pa përgatitur kjo protestë, zoti Gashi, thënë kjo, sepse vetë Rama është artikuluar politikisht që këtu janë elemente huaj që interesohen, zotin Kurti e ka kursyer, nuk është se ja ka faturuar në daljet e tij publike pikërisht të gjë, se mund të jetë kjo një strategji politike, është çështje totalisht e tij, por ju si ekspert i sigurisë dyshoni ose keni indicje për thënë që po, Shqipërinë e gjeti të pa përgatitur kjo lloj situate dhe ndoshta duhet të rinovojë strukturat, i forcojë ato, nuk e di çfarë. Jo, shiko, niveli i ata që flasin në protestë, ne shohim shumë aktorë që kanë qenë grupacioni lidhur me Soros. Një prej protestuesve që ka qenë aleat edhe i Ramës është pjesë e protestës. Këta në Rama nuk mund të ikë këti elementi, por realisht elementi statik, sepse shërbimi informativ shqiptar ka një strukturë të shtrirë në kretë teritorin shqiptar dhe vije shumë shpejt dejtë një akti listë batuzë të ashon një fitër të kontrolit financiar, sepse Shqipëria ka një mekanizm po deshti zoti Rama dhe mekanizmat e sigurisë brenda 48 orëve zbardhin elementit financiar, sepse në Shqipëri mund kontraktohet informatori në instancat të caktuara dhe të vinë deri te një akt formal se nga vinë financimet e dedikuar për protestën. Dhe kush qëndron mbrapa realisht në këtë element. Andaj po lexohet dhe po zbehet një farë lloj imazhi edhe i taktizimit, sepse kjo protestë me një farë forme fundos elementin politik të Partisë Demokratike në Shqipëri dhe jap një leadership të ri opozitar në Shqipëri. Andaj në rast se Partia Demokratike izolohet në kësi dinamike, sepse ne e pam Partia Demokratike ka organizuar protesta, po në momentin e eskalimit dhe përgatitjet për të eskaluar një protestë, atër na kaloi një grup tjetër ta quaj paqësor, i cili organizon një protestë paqësore në përsheshjet e Tiranës dhe me një farë forme mund të organizohet mirë politikisht si parti opozitare, sepse Rama dhe Partia e Socialiste në Shqipëri ka një fuqi politike që nuk sfidohet lehtë dhe është e pamundur që leadershipi i Partisë Socialiste të bie në nivel siç ndodh me subjekte tjera në shtete tjera, faktikisht sepse ka një fuqi elektorale, Partia Socialiste dhe të trashëguar dhe ka njerëz të fuqishëm që mund të udhëheqin Partinë Socialiste dhe nuk mund ta etiketosh një subjekt politik me ndonjë grup ta quhet për momentin politik brenda Partisë Socialiste. Andaj lojrat dhe diplomacia që Shqipëria po kalon për mendimin tanë janë shumë produktive, sepse e kthjell leadershipin opozitar dhe e kthjell taktizimin për ta ndruar skenën politike me një vend siç është Shqipëria. Andaj këtu taktizime, këtu kombinime politike ne i shohim që janë të dobishme dhe japin konotacion dhe pastrojnë shumë elemente politike dhe njerëz të tjerë që janë për parti tjera dhe bëhet një riorganizim i ri politik në Shqipëri. Unë më shumë e shoh një riorganizim opozitar, opozit në Shqipëri, se sa që do të ketë ndonjë efekt tjetër kjo protestë. Faleminderit, zoti Gashi. Mersi. Përshëndes, ditën mbar.